Të nderuar miq të emisionit tim Sokol Teriati midis rreshtave, sot në emisionin e fundjavës do t'i kushtohemi një analize në Kosovë. Sigurisht që ka lënë një shije të hidhur dhe është një rast i paprecedent kur kryetarja e propozuar e Parlamentit të Kosovës nuk votohet nga opozita për të 21-ën herë. Kjo do analizuar pse ka ndodhur dhe cilat janë shkaqet, pa pretenduar se jam një analist i cili e njoh në perfeksion politikën në Kosovë, nuk ka nevojë për të pasur një eksperiencë në këtë fushë, mjafton të kuptojmë se përse nuk votohet zonja Albulena Haxhiu. Opozita nuk e voton, por nuk thot shkaqet se përse nuk e voton. Atëherë, unë mendoj se duhet ndjekim me kujdes këtë video të para zgjedhjeve në fushat elektorale të kryeministit Albin Kurti për të shpjeguar se jo Albulena, por edhe sikur Bill Clintoni të propozohet për kryetar të Parlamentit të Kosovës, ai përsëri nuk ka për të votuar nga opozita e Kosovës, pra nga opozita kosovare. Atëherë, le ta ndjekim videon dhe pastaj të bëjmë një konkluzion të thjeshtë. Molli huj nuk boti joti, haram është. U po dënë magjet fukaros me ishti durt, në hambarin e bujkut që ja kanë vra me bakti e me familje, ja kanë djek traktorin, ti po dënë me shku mja marrë tokën tash me 300 euro arin aty. Më falë një hektarin, se arin 3 euro e kanë marrë. E unë nuk e lejoj këtë që. E ne krejt bashkë nuk duhet a lejojmë këtë që. E prandaj non skurti është referendum. Në Kosovën e rënuar, e djegur, në Kosovën e shkrumuar, do bënën multimilionera. Shko pasurojo në Amerikë, shko pasurojo në Francë, në Gjermani, nuk mund pasurosh në Kosovë. Për hir të fëmijëve, për hir të rinis, duhet me e këthyn shtet atë që e kanë plashkit, të nuk është e tynja. Nëse këta që kanë vjedh pasurit Kosovës, ja u lojnë trashëgimi fëmijëve të tyne, fëmijët e tyne do të bëhen pronar, e fëmijët e tjerë të Kosovës do të bëhen rroktar, e dikush do të jetë buz varfnis. A dën çush e bjen kjo? Si me lujt futboll e stadiumi i pjert. Fusha e gjelbërt e pjert. Ti e ki gollën këtu poshtë, aja ka portën nalt, thot hajde lujna futboll. Jo një herë pe drejtojmë fushën, e mas ne po lujmë. Një herë duhet me i këthy pare që a i keni vjedhë në shtet, edhe masanej, si të barabart po lujmë edhe po kësyrim kush po lujmë ma mirë. Se me ble hektarin me 300 euro, e na pagën minimale e kena po 350 euro, e masanej me o bartë fmive tyne edhe hajde lujnë atash. Mu më keni garancion, që dejnë pikën e fundit të djersës e gjakut nuk e lejoj këtë gjë. Si që shikoni pra, kryeministri Albin Kurti, gjatë fushatës elektorale para zgjedhjeve, i kërkoi popullit të Kosovës të jepte mundësinë që ai në mandatin e dytë qeverisës t'i kthente Kosovës të gjitha parat, të gjitha pronat, të gjitha asetet, të cilët kryetarët e opozitës, komandantët e UÇK-s, ata që sot janë në burg apo të tjerë të cilët kanë bllokuar kuvendin e Kosovës, t'i kthejnë popullit të Kosovës dhe në këtë mënyrë këto asete të vjedhura për 20 vjet të përdoren për të rritur mirëqenien e votuesve. Në këtë kontekst, unë mendoj se votuesit kosovar, ashtu sikurse edhe këtej kufirit, bën një gabim historik duke mos i dhënë mundësinë e shumicës të thjeshtë kryeministit Albin Kurti për të realizuar këtë premtim elektoral, i cili ishte drejt për drejt në interes të votuesve kosovar, qoftë edhe nga ana financiare, por edhe nga ana e dinjitetit. Është e habitshme të mendosh se si Albin Kurti për 4 vjet i ktheu 20% të territorit të Kosovës, i cili faktikisht ishte i pushtuar, bëhet fjalë për Mitrovicën e Veriut, dhe merr 10% më pak vota. Është pikërisht kjo mënyrë votimi e votuesve të Kosovës, e cila i ka dhënë mundësinë opozitës kosovare të shfaqë edhe një herë fytyrën e vet të vërtet,
duke i dhënë fuqi politike të atill që të bllokojë parlamentin. Është vërtet qesharake po dhe dramatike që opozita kosovare i ka kërkuar popullit votën për të vajtur në parlament dhe tani që është në parlament nuk merr mandatet për të qenë deputet. Një lajm i fundit, i cili është bërë i ditur para 2 ditësh, tregon se këtë boshllëk politik po e shfrytëzon normalisht Serbia. Ushtria serbe është afruar në kufirin e Kosovës, po kjo nuk i intereson fare opozitës kosovare. Le të digjet Kosova, mafton që pronat tona, rezortet, hektarat e tokave, vilave dhe të gjitha karburanteve të mbeten përsëri të paprekura, ashtu të vjedhura në mënyrë më të patueshme, sidomos atij populli i cili ka sakrifikuar aq shumë për lirinë e saj. Kjo pra ishte analiza që unë mendoj se është shkaku kryesor se përse në mënyrë të paprecedent për të 21 të erë zonja Albulena Axhiu nuk votohet për kryetare e parlamentit, duke e theksuar edhe një herë pa treguar shkakun pse ajo nuk votohet. Ju faleminderit për vëmendjen. Kjo ishte analiza për sot. Mirupafshim. Let's go. Yeah, spring in my step. Got no regret. All eyes on me now 'cause you ain't seen nothing yet. Ooh la la. Ooh la la. Ooh la la.